Fermerët që kultivojnë kultura bujqësore do të kenë mundësi të përfitojnë mbështetje financiare përmes skemës kombëtare 2026, një instrument që synon të nxjisë prodhimin bujqësor dhe zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit. Sipas kushteve të përcaktuara, përfituesit do të mbështeten me 10.000 lekë për hektar për sipërfaqe të mbjella me kultura bujqësore, për sipërfaqe jo më të vogla se 3 hektar. Skema parashikon gjithashtu mbështetje në masën 50% për sipërfaqet mbi 10 hektar, ndërsa shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor do të përfitojnë financim në masën 100%, duke nxitur bashkëpunimin mes fermerëve dhe arritjen e eficiencës në prodhim. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural bën të ditur se aplikimet në skemën kombëtare të mbështetjes janë të hapura deri më 26 qershor 2026. Për të lehtësuar procesin e aplikimit, fermerët mund të marrin asistencë pranë agropikave dhe zyrave rajonale të ekstensionit bujqësor, si dhe përmes numrit të gjelbër 0800 83 83 dhe adresës elektronike info@azbr.gov.al. Skema kombëtare 2026 është tashmë një nga instrumentet kryesore të mbështetjes së bujqësisë, duke synuar arritjen e prodhimit vendas, përmirësimin e të ardhurave të fermerëve dhe forcimin e konkurrencës së sektorit bujqësor në vend.